Mirëmbrëma të dashur miq, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të komentuar pak dinamikat edhe ngjarjet. Për herë të parë në fakt, për 62 ditë reagojnë familja e Selin Bollatit nga kërcënimet dhe fjalët ofenduese që Rogerti ka përdorur kundër drejt saj. Ju e dini shumë bukur që me zëngat e tyre u përdorën edhe familjarët, ku është hapur në fakt një histori e tezës së Selinës. Ato kanë shkruar publikisht në rrjetin e saj social duke cituar thënime, provokime dhe ofendime. Këtë letër e kanë adresuar drejt televizionit Top Channel. Kur provokohesh vazhdimisht, kur të preket hapësira personale dhe të përmendet familja për të nxjerrë nga vetja, reagimi është i pashmangshëm. Selin u kthye dhe e goditi me një qese patatinash të voglin e nënës. Ishte reagim, jo sulm. Reagim ndaj provokimit. Ka një limit dhe kur ai limit kalohet, përgjigjja vjen. Kjo nuk e shbën faktin që provokimi nisi nga ana tjetër. Kjo është më se vërtet, tani ne duhet i themi gjërat e qarta. Provokimi erdhi nga ana e Rogertit, nuk erdhi nga ana e Selinës. Rogerti ndoshta e shikon Selinën si një banore të fortë në lojë dhe tentoi që ta provokon në këtë forma. Unë orën 21 do t'jem live me ju dhe do t'i komentojmë të gjitha këto çështje që në fakt kanë ngritur një shqetësim të madh në shoqërinë tonë shqiptare se çfarë promovohet në televizion.